Më thuaj një politikan që nuk është poligam, po vetëm se nuk e ka me letra, vetëm se nuk e deklaron. E mën ca muaj, e mën ca vite dhe e hedh. A janë, në pikpamjen tuaj, janë burra dhe gratë të njëjtë, të barabartë? Zoti ka vendosur mes meshkujve dhe femrave drejtësinë, jo barazinë. Ne ke Zoti jemi njësoj. Po nuk mund të jenë të barabartë, sepse janë të ndryshëm. Dy të ndryshëm nuk mund vendosë shenjë barazimin mes dy të ndryshëmve. Cila është drejtësia? Drejtësia është gjithë secilit marrë rolin. Pra, le të themi femra, roli i saj kryesor cili është edukimi, përkujdesja, dhimbshuria, emocioni. Burri, roli cili është, le të themi, sigurimi, përkujdesja, mirëkujdesja, qenia pranë, mirësjellja, mbrojtja. Gjithë secili ka detyrën e vet. Në momentin që ne do i nxjerrim nga detyrat, atëherë do të shohim çuditëra pastaj, atëherë do të shohim habi të madhe. Nëse gjithë secili bën detyrën e vet është në rolin e tij të duhur, por nuk mund të ketë shenja barazimi, nuk mund të ketë barazim. A është kufizim për gruan drejtësia e Islamit? Kush e lexon dhe e studion e kupton që jo. Kush sheh për shembull jetën e profetit alayhisalatu wasalam, jetën e njerëzve që janë zhvilluar më pas, nuk është se ka pas kufizim. Ne kemi një ide që ose njerëzit, le të themi, kanë një ide që në drejtësinë islame femra mbyllet në shtëpi, femra nuk del, femra absolutisht është e vërtetë. Ne kemi një grua në krye të shtetit. Kështu që edhe në Islam ka pas raste, ka pas pozicione drejtuese tek femrat. Zoti përmend në Kur'an Belkisën. Belkisa ka qenë mbretëresh. Mbretëresha e Yemenit në rastin e Sulejmanit alayhis salam, që përmendet në Kur'an. Pra nuk është se kemi alergji nga femra. Puna është se femra ka disa detyra. Detyra e saj kryesore është edukimi te familja. Kjo është nishi. Pastaj vin çdo gjë tjetër. Nëse ajo ka mbyll këtë sektor dhe i hapet sektore të tjera, nuk ka asnjë problem. Për mashkullin, për burrin, çka është nishi? Përkujdesja. Përkujdesja. Po, përkujdesja ndaj familjes, domethënë sigurimi, pra të siguroj të ardhurat, të siguroj qetësinë, të siguroj çfarë nevojitet për familjen, pesha kryesore dhe barra kryesore sipas le të themi normativës islame bien mbi burrin. Nëse ai nuk i ka mundësitë, atëherë dhe gruaja ndihmon. Çfarë mendimi keni për poligamin? Është ligj ai që është përmendur në Kur'an, por unë nuk e këshilloj një gjë të tillë, pasi ne nuk i kemi as kushtet, as edukatën, as besimin. Po si ligj është ligj. Poligamin e bëjnë gjithë. Më thuaj një politikan që nuk është poligam, po vetëm se nuk e ka me letra, vetëm se nuk e deklaron. E mën ca muaj, e mën ca vite dhe e hedh. Islami thotë jo kështu. Nëse do të lidhesh me një femër, lidhu ashtu siç duhet, edhe dili për Zot. Kështu që, do të thënë, ligjore problem, jo ligjore zotësi. Edhe je mashkull më i mirë më pas. Je një shfare. Ka ekstremizëm fetar? E kemi te kalu ekstremizmin fetar? Unë besoj se nuk ka, domethënë, unë nuk shoh, domethënë, mund të ketë le të themi reagime shumë të izoluara, por nuk është se është diçka që duhet të shqetësohemi apo duhet të ndezim shenjat e alarmit. Besoj se ka rënë me kohë. Ahmet Kaloja, faleminderit shumë që më erdhe në studion e emisionit Debat Plus. Shumë i nderuar që ishit pjesë e kësaj interviste ku mësova shumë. Gjithmonë urime muaj Ramazanit. Urime dhe ju, urime të gjithë. Faleminderit. Jemi shumë të nderuar që kishim mundësinë diskutonim për 1 orë e 15 minuta bashkërisht në raport me fen. Faleminderit shumë dhe Zoti ju dhënë sukses dhe aqërim pranuar të gjithëve. Faleminderit. Miqdashur, ishte Ahmet Kaloja. Ne do takohemi në edicionin e radhës. Deri atëherë mirë mbetëshi e miru takofshim.